Emrin tuaj në top 10-shën, besoj për juve edhe ma e papërshrueshme ndjenja, imagjinoni për mu ishte lumturi kur e pash, për së cilin besoj që është një gëzim kur e sheh një bashkëvendas duke u rendit, po për juve është tjetër ndjenjë. Po, unë para se me shku në Boston, e pa ta publiku në murin tam të Facebook, do se jam formë të mirë edhe shpresoj të jem në top 10-shë. Po thash, kjo kërkesë e jemja është ndoshta jo modeste, edhe është pak e teprume, po megjithatë erdha në vendin e 9. Për pak sekonda të dal i pari. Fuqia e mendjes, a? Ishit si përgatitur të ishit në top 10-shë? Unë po. Isha intimisht shpresoja, po bota ka ishin aty 30.000 maratonistë. Andaj është vështirë të parashikosh një diçka tillë, po me punën që e kam bërë gjatë kësaj kohe, sa jam kvalifikuar për këto garat e kampionatit botëror të maratonave që thirrën Major World Marathon, e që janë 7. E që unë e fillova me të parën me Boston, unë kam qenë shumë aktiv edhe kam bërë mesatarisht 600 dhe 650 km vrap në muaj. Çdo muaj? Po. Sa sekonda dallim kishit nga vendi i parë, vendin? Po tash, unë e kohën më të mirë e kam në Bukuresht. Në maratonën në Bukureshtit që është mbajtur me 13 tetor të vitit kaluar. 3 orë 26:49. Edhe do të ky vend i parë ishte në kohën time 3 orë 26, edhe do të pak sekonda ma pak 41. Po unë ishte pak i hendikepuar se do të shku me djalin edhe do të rruga shumë e gjatë. U do të ajo koha adaptimit ishte e shkurtë, se mundësit financiare ishin aq sa qëndrojmë në 4 ditë. Dhe nuk u adaptuam si duhet, edhe gjumi e bani të vetën, edhe miku, po megjithatë jam shumë i lumtur, mos them edhe krenar që e kam arrit një paraqitje të tillë. Mos them performancë, kem fjalë shqipen. Një paraqitje e tillë, disa momente po i shohim këto, jeni edhe me daljen tuaj, edhe me veshjet me flamurin e Kosovës. Ta përshkruajmë pa garën, ta përshkruajmë ditën e garës. Si nisi çdo gjë? Po, si zakonisht, do thotë si gjithë këto maratona tjera që i pat në numër që janë do t'i lexoj pastaj se e kemi këto listën. Besoj edhe ju më nuk i mbani në mend. Po, e mbaj mend që edhe 7 i kam ardhshme, me kry gjithë Evropën. Do të edhe 7 maratona, edhe une i jap fund Evropës. Po kjo ishte diçka e jashtëzakonshme se këtu dallonte esencialisht maratona e Bostonit prej maratonave tjera. Sepse aty vrapust shkojnë për të fitu, jo për të përfundu. Ai don me çdo kusht me nxon ato që ka përpara dhe me kalu atë që ka përpara. Po nëse nuk mundet me kalu atë, ai ka qef me kalu vetveten. Pak të në rekordin personal, me arrit kohën më të mirë të veten. Edhe ishte mrekulli, do thotë, e pa përshkrueshme ajo atmosferë kur Bostoni shpall ditë feste. A ditë në Boston nuk punohet, edhe do thotë aq shumë ka ovacione, brohoritje gjatë rrugës sa ti thush ku jam, a jam në realitet